Dhe ti e miq nga Vlora, këtu një dhurat për festën e Bajramit, këtu te shtëpia ime, te shtëpia e mamas time, një bolier të ri Vlora që është që vemi me pasaportë evropiane, Vlora që s'ka ujë, shikojeni si janë taracat e pallateve me bolier, dhe ku ka dhurat më të bukur se sa një bolier i ri. Dhe tani të shkojmë të heqim të vjetrin. Këtu hajde, kapet. Ndërkohë që çdo familje paguan faturë ujë të kripur dhe shumë të shtrenjtë, më shtrenjtë se në Evropë, njerëzit vazhdojnë mos kenë ujë të rrjedhshëm dhe të merren me këto boliera. Pamje surrealiste postmoderne. Po edhe kryeministri ka premtuar ka 12 vjet që do kenë vlonjatët 24 orë ujë. Po nuk e kanë kuptuar vlonjatët që 24 orë ujë do t'i kenë në muaj, a në 6 muaj, jo 24 orë ujë të rrjedhshëm. Pasi ngjitëm me vinç bolierin e ri, kjo është pjesa më e vështirë tani për të zbritur bolierin e vjetër nga taraca. Shpresoj mos të na ndodhë ndonjë gjë ta zbresim bolierin nga kati 5. Me vinç u ngjit deri në kat 5 në taracën e pallatit dhe tani me litar do ta zbresim poshtë. Një aventurë alla shqiptarçe që vetëm në Shqipëri mund të ndodhë. 12 vjet premtime, ujë 24 orë, 12 vjet gënjeshtra dhe ja situata. Kjo është Vlora evropiane, Vlora mbretëresha e turizmit elitar. Shikojeni. Ja dhe pjesa më e vështirë tani u bë, e kemi bolierin këtu, shiqur nuk pati asnjë aksident, i lajt i gjithë për bolierin e ri.